Boksieri i Shkodran Drini, nisë takimi. Senat Drini Shqipëri, Aro Zvarc Gjermani. Kategoria peshës dhe në 76 kilogram. 6 raunde edhe në këtë sfid. Drini e nisë qetë, por lëshon me shpejtësi. Është një pul bardh, mund themi, me atë prezencë të bardh, duke nisur nga kepucet, getit, mbathjet, dorezat, të gjitha të bardha, janë për Senat Drinit, se kërkon ta shndrojnë në fest, në bardhësi këtë duel të 8 për nga radha në boksin profesionist, ku 7 radha zi ka fituar. Dhe knockdowni para një djathë e tij potente, e forte. Gjyqtari i ringut Roland Kroj ka akorduar knockdown, ishte një e djathë e tij e forte, drejt për drejt, e lekundi e ekuilibrin e Gjermanit Zvarc dhe urrëzuar për momentin, por është ngritur. Ka vijuar boksimi. Shumë shpejt ka ardhur ky knockdown që në raundin e parë, falë asaj goditje potente të Senat Drinit, që përsëri vazhdon të boksojë dhe përsëri lëshon një breshëri në të dy krahët, majtas zgjatës nga poshtë, gërshëtimi goditjesh nga ana e Shkodranit Senat Drini. Gjyqtari i ringut është Roland Kroj, ndërkohë që gjyqtarë anësor janë Bashkim Mërtiri dhe Ethem Ibrahimi. Përsia është dukshme në anën e Senat Drinit, jo vetëm në goditjet e tij të vazhdueshme, por sidomos ai knockdown, se është një tip goli në krahasimin me fushën e futbollit, pra një avantazh i dukshëm në këtë raund të parë, që jep bindjen e dur gjyqtarisë që të plotësojnë protokollin për raundin e parë, si fituesi Drini, që përsëri ishte djatha e tij në këto momente, që goditi sakt, e provokon nga poshtë në mjekër, pastaj e godet lartë përsëri, kërkon të mbyllë të raund me goditje. Tjetër knockdown i dyti në këtë raund të dytë, në goditje. Është gati për luftë, thekson gjyqtari Roland Kroj, por i vjen në ndim me gongu, 2 knockdown. Një raund i parë totalisht në favorin në komandën e Senat Drinit. Një familje sportive e mirënjohur në fushën e mundjes, në sportin e mundjes, po sidomos të boksit, dhe tashmë knockdowni i tretë, që ka të vështirë të vazhdoj duket boksieri Gjerman. Është knockdowni i tretë, është ngritur, ka probleme, por do të vazhdoj. Pushimi i ka rënë mbajtësja e dhëmbëve, sa po komentonin traditën e boksit familjen Drini, kur Artur Drini, xhaxhai i tij, është një super kampion, tashmë trajner në Gjermani i suksesshëm. Do të vijoj boksimin. Gjermani Zvarc ka pësuar 3 knockdowne, por është akoma në ring për vijuar boksimin me Senat Drini, që duket i vendosur për ta mbyllur me knockdown dhe breshëri goditjes. Vazhdon Drini, e ka mbërthyer në këndin e majt. Zvarc e Gjermanisë, gjithnjë Drinit është shumë i përgatitur nga ana fizike, atletike, teknike dhe taktike, i fresket, i zgjuar, studiuar si kundërshtarit, e provokon
në të dy krahët dhe pastaj lëshon goditjen e tij vdekje prushte si ishte në 3 momente. Në 3 momente kur e kalon në knockdown kundërshtarin e tij gjerman dhe tenton përsëri ta bëjë një gjë të tillë. Është komanduesi i ndeshjes Senadrini, talenti i boksit shkodran dhe atij shqiptar. Një ardhme e Shqipërisë duke pas parasysh moshën e tij të re. Ragon Zvarc. Por Drini nuk dëshiron të toleroj. Merr një këshillim nga gjyqtari Krohi. Tjetë knockdown dhe goditje tashme duke është fatale. Është fatale kjo goditje, kjo knockdown i 4. Fatale është ngritur. Do të vazhdojmë sa duket e ka në dorë gjyqtaria. Gjyqtari i ringut Krohi për të konstatuar është apo jo, po do të vijoj. Do të vijoj. Është duket do ta pesoj keq. Do ta pesoj keq dhe tashme është mbyllur. Është mbyllur gjithçka, nuk e lejon gjyqtari i ringut Krohi të vazhdojë më tepër sepse epërsia e dukshme është me një superioritet të dukshëm. Ky pra Senadrini që pret të marrë në këto momente të ndëruar shikuese, të marrë edhe kurorëzimin si fitues. Fiton me të drejtë Senadrini, është fitues i kësaj ndeshje. Kampioni i kësaj peshe, fiton